Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Zjadin Sela, mbrëm në emisionin Debat në Shenja, foli për probleme kryesore politike, ndërsa sqaroi edhe për çështjen e ndarjes së partisë së tij nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. Sela deklaroi se ndarja ishte e domosdoshme për shkak të lojrave të shumta dhe për të ruajtur imazhin e pastër të Aleancës për Shqiptarët. Aleanca për Shqiptarët duhet ndarë nga ky koalicion për shkak edhe të shumë lojrave, po për shkak edhe të imazhit që Aleanca për Shqiptarët ka. Aleanca për Shqiptarët është e pastër, sado që përpjekjet për ta ndot Aleancën, për ta futur te koshi i njësojve, jo më tepër se 45 ditë, 46 ditë në 2017 në qeveri, kjo është e kaluar Aleancës për Shqiptarët. Dhe brenda kësaj periudhe kemi sjell ligjin për gjuhët, kemi bërë kryeparlamentarin e parë shqiptar, kemi rrëzuar një regjim asë kohë që rezultoi me antarësimin e vendit në NATO. Matej ai vlerësoi se takimi i liderëve politik nuk prodhoi rezultate konkrete. Takimi i liderëve fatkeqësisht nuk prodhoi asgjë. Prodhoi liderë të cilët ndryshe u deklaruan në mjetet e informimit dhe ndryshe vepruan të nesërmen ku shkuan ose pas disa ditësh që shkuan në seancë plenare për votuar, edhe për ligjin, për safe city e tjerë. Prodhoi loja të cilët pastaj edhe gjëra të cilët u pranuan sikur asgjë e madhe s'po ndodh, në ndërkohë që janë tema shumë të ndjeshme. Sela deklaroi gjithashtu se analizat për një njësi zgjedhore duhet t'i bëjë vetë Aleanca për Shqiptarët, duke theksuar se një njësi zgjedhore e vetme nuk mund të jetë e dëmshme. Njësia zgjedhore ka rregullin e vet dhe se duhet të përshtatet me nevojat demografike që ka një shtet, deklaroi ai.